kjo situatë po kulmon me njerëz që bëjnë ndërhyrje kirurgjike. Këta për ndryshimin e identitetit gjinor. Dhe këta njerëz i quajnë transseksual. A nuk duket shumë tragjike kjo situatë? Allahu subhanahu wa taala na ruaj domethënë këto padyshim që janë krime, janë gjunahet më dha, të nxiten treja burra dhe femra që domethënë që kanë këtë lloj shtrembrimi, kjo është shtrembrim domethënë, njerëz që kanë pësuar këtë degradim të madh dhe pastaj domethënë i nënshtrohen operacioneve kirurgjike, gjoja domethënë femër që gjoja do bëhet mashkull apo mashkull që do bëhet femër, pse se nuk e ndjen veten si femra, nuk e ndjen veten si femër, edhe do bëj domethënë një proces të tillë. Shumë e rëndë kjo, padyshim që është krim. Është mëkat i rëndë. Dhe ta njerëz që lejojnë gjëra të tilla, që stimulojnë gjëra të tilla, padyshim që janë njerëz të këqij. Janë keqbërës. Kanë arritur kulmin e degradimit, shprishjes dhe shkatrimit. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Amin.